Burri thot më mallkon shumë kur bëhet nervoz dhe me fjalë shumë të rënda, jo për fajin tim, por për fajin e tij, se unë s'jam dakord me të për veprimet e tij. Dhe çdo herë njëri nga fëmijët e mi ose smuret ose ndodh diçka dhe më thot, ju që faleni jeni krejt pika pika. E kështu me fjalë të rënda, çfarë të bëj thot? Po bëj durim inshallah, çfarë më bota? Hajër inshallah. E rëndësishme është që ti të kuptosh se mallkimi i tij nuk të zën. E para. E dyta, mos u merr me veprimet e tij, le të bëj çfarë det. Përderisa ky u sill ka si gru, pas ka sjellë femre, se femrat mallkojnë. Pejgamberi sa më tha, të kthir në lan. Tha një nga shkaqet se femrat më shumë të dënohen është se mallkojnë jashtë mase. Ti e paske burrin te kjo pika e paske si gratë që mallkojnë. Burri nuk mallkon. Burri duron, prandaj një vet burr se duron. Vetë përmbahet, nuk shprehet. Po i burr që sillet si kështu, si thot ky këtu, si thot kjo këtu. Ky që ka dhe i menshëm thot, ju që falni jeni krejt ky kapsolli, ky gjallesa. Ky gjallesa ka pas statistikat ky dhe thot ju gjithë kështu.